إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Allahun azza wa jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jalla dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Lavdë dhe paqja e Allahut qofshin mbi të dërguarin tonë, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vazhdojmë me komentimin e librit Mëkatet e mëdha i autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Allahu mëshiroft. E që në vazhdim, autori flet kapitullin e radhës, bab ma jaa fi lamzi ahli ta'ati Allahi wal istihza'i bi da'afatihim. Këtë kapitull, autori flet rreth përqeshjes me besimtarët, të cilët i bindën Allahut, dhe tallja me të dobtit e tyre. E që gjithsesi, kjo është nga shenjat e monafikëve, të cilët nuk kursyn asnjë situatë, nuk kursyn asnjë rrethon, vetëse e shprehen atë mllëfin e tyre ose ato sifatet e tyre të ulta, cilësitë e tyre të ulta karshi besimtarëve. Transmeton Ebu Mesudi radiallahu anhu, i cili thot se kur zbriti ajeti i sadakas, një transmetim, pra kur urdhruam me sadaka, kunna nahmilu ala dhuhurina, kanë shku dhe kanë punu si hamal, anë treg, me bardh, me ndihmu njerëve me ngrit pesha, me bardh mall, që me fitu diçka. Pse? Vetëm e praktiku këtë ajet. S'kan pas mundësi, një shku, kanë nxitu me shku në treg, me punu, me fitu diçka, që me dhonë për Allah në zogjel që me i përshi kë ajet ose me konë pjesë e këti urdrit Allah, pra me i bindë Allah të zogjel. Mirë po çka thot? Fa jaa rajulun fatasaddaqa bi shay'in kathir. Ka ndodhur se të vjen njeriu dhe të jap sadaka pasuni të madhe. Të jap shumë sadaka. Mirë po çka thon munafiqat? Faqalu mura'in. Këtë boni për syfaqsi. Janë gjithë në emën, e boni këtë për syfaqsi. Sot wa jaa rajulun fatasaddaqa bi sa'. Sot dhe ndodhi të vjen një njeri e të jap sadaka 2 grushta drith, nisa ka posë disa 2 grushta. Çka i than këti? Inna Allahe le ghaniyun an hadha. Allah çka ka nevojë, çfarë di me bënaj me 2 grushta drith. Dhe më thonë edhe këte i mveshën ose u tallën ose e përqeshën edhe këto. Atëherë thot Allah azza wa jall, e zbriti ajetin kuranor, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun alim. Sot ata të cilët i përqeshin besimtarët, të cilët dhanë lëmosh ose japin lëmosh me plot vullnet, nga vullneti i tyre. Sikur praktikisht që ka treguar njerëzit s'kan pas mundësi në shku, kanë fitu, kanë punu diçka për me dhonë. Alladhina la yajiduna illa juhdahum, nuk kishin mundësi më shumë me bë. Atë mundin e tyre, mbrëmtën e tyre që kishin, ato atë sa kishin mundësi edhe Fa yaskharuna minhum. E me ta u tallën, këta munafik
Thot me këta besimtar u tallen. Sekhirallahu minhum, Allah i kërcën, thot. Allahu do të tallet me ta. Së është ligj. Natyra e dënimit njeriut do t'i shfaqet ose do të ndëshkohet me natyrën e mëkatit që ka bërë, ose me llojin e mëkatit që ka bërë, me formën e mëkatit që ka bërë. Thot Allahu do të tallet me ta, wa lahum adhabun elim, dhe për ta ka përgatitur dënim të dhimbshëm. Subhanallah, është përmendën në dietarët, njerëzit që japin sadaka, realisht do të mendoj dhe kundër ta, njerëzit mi dashur ata. Njerëzit mi pëlqy, a? Po jep, po dhuron, vënë se me folë rreth atyne të cilët nuk i përmbajnë këtij ajeti. Atyne të cilët nështë edhe pasanik janë, mirë po nuk jepin nga posonia atyne. Ata u tallen me ata që dhanë shumë, e që hajri tyne dhe dobija tyne është padyshim e madhe, po dhe me ata që dhanë, në qoftë edhe pak për nga ona materiale, por shumë për nga vullneti dhe dëshira atyne, mirë po edhe me ata u tallen. Mirë po, se quhet ndryshe, surja e Taube, se këto ajete kanë në surën Taube, surja e Taube ndryshe quhet El-Fadiha, që i zbulën, i ka bohur munafikat. I ka qitë në fush. Ka zbulu pra të gjitha cilësit e tyne. Një prej tyne cilësive edhe kjo. Dhe shikoni, kjo është akuzë në njëtet e njerëzve. Nga e boni këto përse faci, parimisht veprat e njerëzve duhet pranohen nga ona e jashtme. Pa hin qëllimet e tyne. Kjo është parim. Përveç nëse shihet qartë që ai ka një qëllim tjetër mas veprës që e bën. Parimisht njerëzve ju pranohen veprat ashtu çysh ata i bojnë. Or vepër e mirë pranohet e mirë. Dhe parimisht çdo vepër e mirë që bëhet prej besimtarëve, besimtarët e kanë obligim ta mirëpresin dhe ta pranojnë atë vepër. Qoftë ai një hajrat, qoftë ai një vakf diçka, çfarë do lloj mirësie që bëjnë, çfarë do vepër të mirë që bëjnë. Kurse kjo është cilësia munafikëve të cilët faktikisht i akuzon njerëzit në njëtet e tyre, qëllimet e tyre, dhe nuk lanë njeri pa përmend këtë rast edhe ata të cilët dhanë shumë, po edhe ata të cilët nuk patën mundësi vetëm se pak të japin, edhe ata i përqeshen dhe u tallen me ta. Në vazhdim, autori në kapitullin e radhës flet për talljen në kuptimin e përgjithshëm. Bab el-istihza, tallja, e cila kuptimi i përgjithshëm i përfshin çdo lloj tallje. Kjo më herët kishte të bëjmë me besimtarët në vepra të mira, në ibadet, sadakaja është ibadet. Mirë po tallja mund të jetë në veshjen e njerëzve, në sjelljet e njerëzve, në lëvizjet e njerëzve, në të ecurit për zonë, foljet e njerëzve, në sjelljet e tyne. Ka kuptim më të gjatë. Dhe tallja e tjerëve realisht vjen si rezultati i smundjes së zemrës. Ai njeri që ka zemrën e smut, ai pastaj nuk kursen dhe tallet me tjerë. Kurse besimtari është i kujdesshëm që të mos i merr njerëzit për gojë, të mos tallet me ta dhe të mos i përqesh. Allah subhanahu wa taala në shumë ajete flet për këtë çështje dhe tregon se si pabesimtarët talleshin me muslimanët. Thot Allah subhanahu wa taala: Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun. Thot Allah azza wa jall, vërtet ata të cilët kanë bërë krime,
Ka me këtë epitet, me qenë se si kriminal në Kur'an cilësohen shpesh jo vetëm mëkatarët e mëdhenj, po edhe pabesimtarët. Këtë rast fjala është për pabesimtarë, se bojnë krimin më të madh, shirkun. Mirë, po vetë si shprehje këtu me tregu se përveç tjerash është ky krim që e bojnë karshi besimtarëve, sa të cilët qeshnin me besimtarët. Vërtet, këta kriminal ka qenë natyrë e tyre që të talleshin me besimtarët. Dhe kur kalenin për atyre, i përqeshnin ata. Talleshin me ta. Gjithashtu thot në ajetin tjetër, fattakhadhtumuhum sikhriya. Sot Allah Azza wa Jall i çerton thot dhe i mort pra besimtarët, i konsiderut ose u tallët me ta, i keni tallur. Fa ansakum dhikrallah. Dhikri, dhe kjo boni që të harroni përmendjen time. Wa kuntum minhum tadhakun, e përher i përqesht ata. Gjithashtu autori sjell edhe një ajet tjetër, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Allah Azza wa Jalla, o ju besimtar, mos ndodh pra që një popull të tallet me një popull tjetër. Ndoshta ata me të cilët tallen janë më të mirë se ata të cilët e bojnë këtë tallje ose tallen me tjerë. Po ashtu mos tallet asnjë grua me gratë të tjera, se ndodh që ato janë më të mira se ajo e cila tallet me to. Meqense ajeti vazhdon përmend shumë cilësi tjera që ndërlidhen faktikisht me etiken, me moralin, e që ky ajet ka ardhur në surën El-Hujurat, e surja El-Hujurat është përplot me norma të moralit dhe të etikës e cilës mirë, një prej tyre edhe kujdesi që të mos ndodhë që njerëzit të tallen, se kjo është cilësi e pabesimtarëve, është cilësi e monafikave, asesi nuk është kjo cilësi e mirë dhe cilësi e besimtarit. Në vazhdim, në këtë kapitull autori sjell një hadith i cili realisht është hadith mursal. Hadithi mursal është nga lloji i hadithit të dobët. Kur tabiini thot ka thon pejgamberi alayhis salam, ai s'ka mundësi me dëgju prej pejgamberit alayhis salam. Pra transmetohet prej Al-Hasan al-Basriut rahimahullah, i cili thot ka thon pejgamberi alayhis salam: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم. Sot vërtet ata të cilët tallen me njerëzit, do të hapet atyre në ditën e botën tjetër, do të hapet një derë e xhenetit. Dhe do të thuhet e jani me hin xhenet për kësaj dere. Sot kur ata të afrohen, mbyllen ato dyrë, ajo portë. Pastaj hapet një portë tjetër dhe thotë e jani. Kur ata afrohen, edhe ajo mbyllet. Pastaj porta tjetër e kështu me radhë derisa të demoralizohen. Dhe kjo është një lloj tallje, një lloj tallje me ta. Qyshin tallat ata me njerëz, tash Allahu tallet me ta. Allahu alem, mirë po, pse autori ka pru këtë hadith të ditë, autori që është hadithi është i dobët. Edhe se pak e prekëm këtë temë me vllaznit prom. Ka njerë ka arsye të ndryshme pse dietarët sillin hadithe qofshin edhe ato të dobëta. Në këtë rast, hadithi përmend një dënim të veçanta që përshkruan një lloj tallje me cilën do të tallen ata të cilët tallen me njerëz të tjerë ose me besimtarë. E që ndodh ka njerë dietarët nuk ka ndonjë hadith që ka ardhur në kuptim të tillë, pra për ajetet Allah do të tallet me ta gjithsesi. Po forma se që nuk është definuar në ajete të tjera, nuk është definuar në hadithe të sakta, atëherë ndodh se dietarët sjellin ndonjë hadith në kapitull caktuar ose për një temë caktuar në mungesë të haditheve të sakta. Se edhe ky hadith nuk është argument për më mbështet në atë kuptim. Mirë po, autori sjell
vetëm për me përmend një formë që ka orë një hadith edhe pse është i dëm. Mirë po na nuk kemi dyshim që ata do të dënohen dhe një prej formave të dënimit është tallja me ta. Po a do të jetë këtë formë apo në formë tjera? Allahu e din më së miri. Gjithashtu, autori përmend edhe një hadith tjetër që gjithashtu edhe ky është hadith jo i saktë. Përmendet se ka në këtë hadith men mate hammazan lamazan mulaqqiban lin-nasi kana alamatuhu an yasimahu Allahu 'ala al-khurtumi min kila ash-shaqqayn. Thot ai i cili është për bus tollet i përgojon faktikisht njerëzit, ju ngjet llakobe, ju ngjet emra. Janë disa njerëz që nuk lojnë njëri pa ja lënë një emër diçka. Ose çor, ose shtraman, ose ja gjon se cilët ka njerëz që subhanallahu na rrit, është cilësi e tyre kjo. Atëherë thot Allah azza wa jall ti njeriu do t'i bën një shenjë ditën e gjykimit mu dallu prej tonëve. Sot hunën e tij në dy ondë e hunës së tij do të ketë shenjë që gjithë me dallu se ky është njeri i tillë. Por ky është një njeri që nuk ka lënë kon vetëse i ka ngjit ndonjë emën, e ka përqesh ose është toll me to. Autori në vazhdim flet kapitullin e radhës për friksimin e besimtarit. Bab Tarwi'ul Muslim. Kapitulli që flet për friksimin e besimtarit. E që realisht është e ndaluar kjo dhe ndoshta ndodh që njerëz në emër të hajgarës adin me friksu shokun, me friksu vllon ose motën ose e që kjo është prej veprave të ndaluara. Për cilët se i dërguari sa ose përderisa ishte me shokët e tij, njëri prej tyre ka flajt. Ka qenë flajtën dhe tjertë që janë konë zut, ka posa një litar, një kanop, edhe dy me tut, me amar atë konopin. Edhe ai njëri në gjumë, edhe qohet tremet, tutet. Atëri dërguari sallallahu alaihi wasallam thot: "Innahu la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhah." Sot nuk i lejohet muslimanit ta frikson vllahun e tij. Nuk tash para mendo veç me një konop ose me një diçka që ka pas. Po shflajtën me shkumi bërtin në vesh, ose forma tjera që bojnë, ose notën, edhe quti jo veç flajtë, gjitha këto jenë të ndaluar. Dhe na ka ndodhur dhe kemi ndëgjuar raste që njerëzit kanë ndiku psikikisht janë smu, edhe psikikisht për shkak friksimit. Kanë lujt, kështu që është pra prej mëkateve të mëdha, është prej gjunave që të friksohet, do me thonë, nuk lejohet mu friksu njeriu ose besimtari. Autori në vazhdim flet për kapitullin El Mutashabbi' bima lam yu'ta. Njeri mushtir kinse jo është dhonë diçka e që në realitet nuk jo është dhonë ajo. Masaksisht, autori për këtë kapitull, se na kemi folë për shembull pretendimin e atij që ka dije, që kinse gëzon dije, nuk ka dije, ose forma ndryshme të pretendimit. Mirë po këtu fjala masaksisht sjell autori hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tregon Esmaja radiallahu anha, çika e Abu Bekrit, thot një gru i thot pejgamberit alayhis salam, thot ja Rasulullah, thot unë kam një ortake. A e kam gjëna nëse unë shtirem para saj kinse burrim ka dhonë mu diçka. Ke ka përmen këtë si formë ka dhonë diçka pa e mund paraqitet në forma ndryshme më shtirë.
kështë ja ju më dënë, jam sa kështu, me fjallë kënë se ka dashnit madhe, simpati për mu, se ma dha këto, ma plëtsej këtë kërkjes, këtë kjo. Nuk ka ndodhë kjo fare mirë, po kjo është me, dhe më thonë, me shti, dhe më thonë, në familje dhe Zotin arrujt me ordirit të ndarja se ku ta djene. Mirë po që ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Thot ai i cili shtiret se është dhënë diçka, është sikurse ai që i vesh dy rroba të rrejshme. Pra se nuk është e vërtet, sikur njëri që vesh rroba të rrejshme. Pezom, gjatë historisë zakonisht njerë që në ma asket ju ndalu ka pak edhe në veshje. E tash njeri nështë asështë asket heqe me vesh tesha sikur më paraqisi njeri devotshëm sikur ata. Ato janë teshat rrejshme, sa nuk është i tillë. Ose marrin shembull dietar, shembull tjetër, se sikur njeri që i merr teshat prej dikujna e që realisht nuk janë tinaj. Dhe ai mburrë që kishte ka teshat shtrejt ose teshat mira ose ku me diçka, mirë pa e kur kthej do të më aksy personit ku i ka marrë se ku i ka huazu. E tash e krahason pejgamberin këtë, se kjo është një lloj mashtrimi, kjo është një lloj gënjeshtër se një lloj rënë. Kapitullin e radhës, Allah flet për një nga mëkatet e mëdha, e që është publikimi i gjunajt. Ose për hapja e gjunajt, njëri flet për gjunajin e vetë që ka bo, ju tregon të tjerëve. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i gjithë ummeti im është i falën, përveç el-mujahirin. El-mujahirin në ata që i shfaqin, i publikojnë mëkatet e tyne. Edhe Allah pejgamberi tash merr një shembull se si ndodh që njerëzit i shfaqin mëkatet e tyne. Sot e prej publikimit të mëkatit është kur një njeri bën mëkate natën, bën një mëkat natën, dhe kur ngritet mëngjes, Allah ja ka mlu atë mëkat, se ka po kërkush që ka bëhet mëkat. Sot qad satarahu Allahu e ka mbulu, kurse ai çka thot fe yaqulu ya fulan amiltu al-bariha kadha wa kadha. Dhe i thot dikujt, o filan, do të në prom kum bë këtë. Do të thonë e zbulon veten e tij. E zbulon mëkatin e tij. Wa qad bata yasturu rabbuhu wa asbaha yakshifu sirra Allah alayhi. Thot ai mbrom e mbuloj Allah subhanahu wa taala, Zoti i tij mbuloj mëkatin, kurse ai në mëngjes zot dhe shfaq ose e largon perden ose mbulesën që Allah Zotë e ka vendosur dhe e ka mbulu atë gjuna edhe atë mëkat. Por problemi është këtu që kjo është mëkat tjetër tash. Përveç mëkatit që ka bë pron, kjo është mëkat tjetër tash. Sa herë njeriu të flet për mëkatet e veta, i tregon të tjerëve se kanë bë këtë, vetëm tregimi aty në mëkateve është mëkat në vetë. Dhe çka thot pejgamberi? I gjithë ummeti im është i falën. Çka nuk kupton që i gjithë ummeti im është i falën? I gjithë ummeti im janë afër mu fala, janë afër faljes Allahut azza wa jall. Se një njeri që ka turp edhe i vjen marrë me tregu mëkatin që ka bë, është më afër pendimit, a? Është më afër me kërku falje Allahut që me fal. Po në momentin tash që ai flet për mëkatin që ka bë, ai veç largohet edhe më tepër, a? Ai veç është të largu nga falja Allahut. Ai është të largu nga pendimi. Se në farforme sikur mburret, sikur nuk ja ka frikën Allahut që ka bë atë mëkat. Se ndodh besimtarin ndodh njëri që nefsi ti ja e mund për një mëkat caktuar edhe bën. Amonia ndoshta keq për mëkatin që ka bë. I vjen marrë me ditë dikush që ka bë atë mëkat. Nuk po flas se ka orë kërcim tjetër për ata të cilët ruhen para njerëzve e kur janë vetmi lëshohen mëkate dhe gjinoa. Ai është trajtohet në aspekt tjetër. Njerëz që paraqiten devotshëm para të tjerë në realitet s'janë hiç kërkon. Jo, kjo është një natyrë tjetër. Kjo është një që njeri s'ka njeri pa mëkate gjinoa. Mund bën mëkat në gjinoa, po është i kujdesshëm që mos i publikon gjinoat e tij.
Se kjo të largon nga ofendimi dhe kjo të largon nga folja Allahut subhanahu wa taala. Edhe për ma tepër kjo është edhe një problem tjetër që sjell kjo, se ti bëhesh shkak me përhap të keqen. I nxit, ai që të gjon ty është një lloj nxitje, thotë valla ky kur ky po e bën, ai po e bën, e nxit, e promovon keqen. Atëherë do të me mbyll këtë derë. Autorin vazhdim flet rreth sharjes ose fyrjes, mirë po më saktësisht e përmend me zina, sharjen me zina ose akuzën me kurvni. E që kjo nuk është diçka e rrollë që përdoret e njerëzit. Shumë letë për shkak njerëzit, sidomos gjinin femërore, shohen, ofendohen me zveti dhe akuzohen me kurvni. Shumë letë për shkak shoqja sot e kurv. A di që më uron po vjen me thonë, po din. A më heq se kanë dert. Ose bir kurve. Të më thonë kjo o ma shumë se ofendim vëllai. Se këtu ka ofendim edhe ka akuzë. Ka ofendim dhe ka akuzë. Mirë pa autori e sjell një hadith i cili tregon se zotënia i cili ka shërptor, i cili ka sklever, nëse bjen këtë mëkat, nuk dënohet për këtë mëkat këtë botë. Mirë po bjen një hadith i cili tregon se këtë do të dënohet botën tjetër. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qazafa mamlukahu bizina, sot kush e akuzon sklavin e tij, pra robin e tij me zina, yuqamu alayhi al-hadd yawm al-qiyamah. Sot do të ngritet ndëshkimi mbi ta ditën e gjykimit, illa an yakuna kama qal, veç nëse është reale, domethënë veç nëse është ka ndodhur kjo mëkat për anës tine. Sot nuk ka sklever, nuk ka rob, mirë po, ajo që është një përkujtim na që mundë me marrë jetën të përditshme, me pas kujdes të ofendimit dhe të akuza e tjerve me këtë mëkat të madh, me këtë gjuna të madh. Dhe kapitulli i fundit, autori flet rreth ndalimit që mëkatari, gjunaqari, e hipokriti ose monafiku është prej të parëve që hynë këtë kapitull, nuk bën me uqujt zotëri ose i nderum. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiqi sayyidun, mos i thuni munafikut zotëri ose i nderum. Iyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum. Se nëse ai është zotëri, ju kështu e keni zemru Zotin e juj. E keni zemru Zotin e juj. Ky hadithi ka dy kuptime. E para, që të mos nderohet një njeri që është i prisht, një njeri që është munafik, një njeri që është gjunaqar, një njeri që është pis, është. Nëse ti i thu zotëri i nderum, e ke ngrit atë ku ati nuk i takon. Dhe kështu e ke zemru Allahun azza wa jall. Po është edhe kuptimi tjetër, se nëse ajo është zotëri, ju e keni zemru Zotin e juj, nëse zotëria juve është i tillë, ku i takon besimtarëve që me ju pri munafiku? Ku i takon besimtarëve që zotëria i tyne me kon munafiku? Që i pari i tyne me kon munafiku? Atëherë hadithi përmend këto dy kuptime. Na ka njerë shohim që njerëzit nështë në aspektin edukativ ju drejtohen njerëzve, e sheka njerëz që e ofendojnë islamin, e qesin vënir kundër islamit, mundohen prapë me fjalë zotëri, i nderum, do të me pas kujdes. Nëse njeri është i tillë, jo me ofendu, nuk ka qëllimi tash me ofendu ata,
Po s'po ku qëllimi nuk është më jap epitete nderime ku nuk i takojnë. Eles Allah subhanahu wa taala na ruan nga gjitha mëkatet, nga gjitha gjunohat, na ruan fillimisht nga shirku, qoftë me vedije, qoftë pa vedije. Na bën për atyre të cilët janë të kujdesshëm dhe e kanë parim në jetën e tyre që dhe synim ta fitojnë kënaqësinë e Allahut e të ruhen prej zemrimit edhe idhënimit të tij. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.